Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë çmimin e naftës me 3 lek për litër, duke u shitur me 203 nga 206 lek për litër, që ishte prej vendimit të mëparshëm. Sipas Bordit të Transparencës, nga ora 11:30 edhe benzina do t'ulet me 1 lek dhe do të shitet 180 lek për litër nga 181 që ishte më parë. Ndërkohë për shitjet me shumicë, nafta do t'jetë 191 lek për litër dhe benzina 168 lek për litër. Këto ndryshime janë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, kur do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në njoftimin për shtyp, bordi tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë në produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, ajo e Financave, si dhe Infrastruktura dhe Energjia janë të angazhuara për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg, ndërkohë referuar aktit normativ të datës 3 prill për një shtesë në ligjin për akcizat në Republikën e Shqipërisë, ku është parashikuar se në rast se çmimi i shitjes me pakicë është më i lartë se 220 lek për litër apo për benzinën 200 lek për litër, zbatohet niveli 80% i akcizës, bazuar në këtë metodologji të llogaritjes së çmimeve tavan. Çmimet aktuale janë poshtë tyre dhe për rrjedhoj, akciza do të zbatohet e plot 100%.